Me qindra automjetet e tonazhit të rënd, qarkullojnë çdo ditë në rrugët e qytetit të Vlorës. Këto automjetet të cilat përdoren për realizimin e shumë projekteve infrastrukturore dhe për transportin e inerteve, pajisjeve, mallrave të ndryshëm, janë kthyer tashmë në një burim dotje për të gjithë qytetin. Imazh të qartë të kësaj situate ta ofron sot rruga e plazhit të vjetër, ku qindra automjete çdo ditë aty qarkullojnë duke sjellë me vete në qytet dhe balt, plur dhe lloj-lloj mbeturinash të ndryshme. Mbeturina dhe ndotje që e marrin nëpërmjet gomave duke transportuar më pas në të gjithë Vlorën. Kjo situatë nuk është e tillë vetëm në rrugën e plazhit të vjetër, por edhe në aksin transballkanike, në rrugën Vlorë Radhi Morikum, por edhe në një pjesë të bypassit të Vlorës dhe rrugës së Lumit. Mjetet e tonazhit të rënd nuk janë kthyer vetëm në burim dotje, por edhe në rrezikshmëri, përgjatë akseve të cilat janë të drejta dhe mund të qarkullosh në to me shpejtësi të lartë, vihet re një fenomen i tejkalimit të shpejtësisë nga këto mjete. Dhjetra drejtues të tyre, të cilët shkelin gazin për të nxituar për të shkuar diku, duke u kthyer në një rrezik për drejtuesit e mjeteve të tjera, duke patur edhe të vështirë të frenojnë për shkak të mekanizmit të tyre. Këto automjete janë kthyer në rrezik për jetën e këmbësorëve që kalojnë nga njëra anë e rrugës në tjetrën. Jo vetëm kaq, por duke qarkulluar me shpejtësi në ajër, ato ngren plur, i cili më pas është faktori kryesor i alergjisë dhe problemeve shëndetësore të shumë qytetarë. Madje shumë mjete dallohet që lëvizin në qytet edhe me rimorkjon e tyre pas të bërë pis me dhe balt, duke depozituar ndotje në rrugët e qytetit, allë më vete edhe betonieret, të cilat janë pas një kurth sigurie, duke derdhur në rrugët e Vlorës në shumë raste edhe beton.